qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju përshëndesim kudo që jeni në këtë orë të mesme dhe ju ftojmë që të lusim së bashku Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Po themi një aty të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shetroft emrit, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë, java 32 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më i anëndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbret i fort, hyj i vërtet, që sondon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj flaket e shamatave, flake zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëj o atë tër drejtësi, dhe ti birë baraz me atin,
bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhrimet e tua. Psalmi 119. Le të arrit e ti, o Zot, britma ime, ma ndriço mendjen sipas fjalës sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhrimet e tua. E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj, në ndihmë do t'i kem gjygjet e tua. U enda poshtë lart, por si delja humbur, kërkoje shërbetorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. Antifona e dytë. Mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Psalmi 45, dasma e mbretit. Rreth mesnatës u dha lajmi, ja dhëndri, dilni përpara, thot Mateu Ungjilltar 25:6. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë të njerëzve. U zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyj të bekoj për ramshim. Ngjeshe shpatën në i, o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua, në zemra të armiqve të mbretit, popujt do të bien në sundimin tënd. Froni yt o hy, në shekuj të shekujve. Skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtësin, ti e urren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyje yt me vaj gëzimi, që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloe e kasje petkave të tua, në pallate është elefanti, harpat të argëtojnë. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde, në të djathtë të qëndron mbretëresha, e në ar ofiri e ngrirë. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Antifona e tretë. Ja qyteti i shenjtë, i Jeruzalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Pjesa 2 e psalmit. Më vështro o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata. Për krajën tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija e mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit. Për cjellja saj,
shoqet e saja, vajza, me hare u prin e me brohuri, ja, po hy në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijët, do t'i vësh princa mbi mbar dhe unë. Do të bëj të përmendet emri yt, prej breznie në brezni. Prandaj, edhe popujt do të lavdërojnë, në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ja qyteti i shenjt, Jeruzalemi i ri, shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Leximi i shkurtër i marrë nga letra Romakëve, kapitulli 15, rreshtat 5 deri në 7. Hyj që jep qëndresën dhe ngushëllimin. Bëf që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikurse dëshiron Jezu Krishti, në mënyrë që një mendimi e një goje ta lëvdoni hyin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit. Prandaj, pranoni njëri tjetrin në shoqëri, sikurse Krishti ju pranoi ju për lavdin e hyjit. Zoti e do popullin e vet. Të përvuajturve u jep fitoren. Të lutemi, o Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd, që të duam ty mbi çdo gjë, dhe vëllezërit tan me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.